Usë edhe njerëzit. Pikëspari ngushëllime për këtë rast familjarëve, miqve, shoqërisë edhe popullit Kosovës është një rast i dhimbshëm që unë e mora vesh në vetur edhe gjatë tubimeve. Është vërtet rast i rënd. Ndoshta është e ligë që sot me drejtu gishtat edhe me kritiku diçka, por megjithatë duhet me thonë që është një dështim zinxhirori i komplet për mendimin tem institucioneve të cilat nuk po mbërrin me rujt jetën e njerit në Kosovë, atje në Shqipëri me mungesën e rojeve, me mungesën e shiritëve në det, pastaj edhe në Kosovë, unë mendoj se secili ri në Kosovë duhet me ditë me notu, duhet me ditë me gjendë më mirë edhe këtu duhet shteti me ndihmu atyne që të rritën në atë frym, e jo ti mësoj ata me linqu edhe me sha edhe me qenë të pa sakt në zhvillimin e jetës e tyne. Ku me mësu me notu, një bazen e kemi marrë obligim i ndërtu për lojna mesdhetare, kërkush nuk e din. Kërkush në Kosovë nuk e din ku ka mu ndërtu qaj bazen për lojna mesdhetare. Jo vetëm ai bazen. Po flasë, një kompleks i bazeneve që është obligim mu ndërtu, për që su ndërtu as një prej kohës, po flasë, publik, bazen, funksional, nuk u ndërtu prej kohës shoku Tito, ato e di. Bazenat privat, po ashtu e di që është funksionojnë, po i kemi prish ndërkohë liqenet, i kemi prish lumejt, nuk notohet mo në ta, nuk bëhen shumë aktivitete, nuk përshkohet në ta, edhe prapë s'po mërim me bo ambientin tim. Kur po e bojmë, tu dosh me thonë, a ma mirë me djek të ngjilla me djek gas, po jo me kallëzu që është ambientin drejt që tërmaj. Nuk kemi ndërtu as një mekanizëm, as një sistem të ujrave ose të menaxhimit të ujrave, bazene, liqene as mos flasim, por unë po kthehen atë ajo që nisa më herët. Përderisa ti e ke një kryeministër i cili e merr një vajzë të vogël, edhe e mëson ose shtyn si ajo me linçu, unë mendoj që thelbësisht kështu është dallimi që duhet me kuptu shikuesi. Unë po dua atë vajzë me mësu programim, unë po dua atë vajzë me mësu që ajet merret me AI, e jo me mësu me recitu versha populiste, linquse edhe ofenduse ndaj dikujt kur do qoftë ai. Unë po dua atë vajzë me mësu që ajo me pas idhull Majlinda Kelmendin, Mira Muratin e inteligencë artificiale, me pas idhull Dua Lipën, po jo me pas idhull një lider populist politik, kush do qoftë ai, po as një lider politik. Me një shtet ku të rritë mësohen që mi adhuru lidert politik, a i shtet nuk ka të ardhme. Nëse merr me shiku shtetet e zhvillume të Evropës, rinia nuk i idolizon politikantë ati vendi. Me thonë të vërtetën, ndoshta as nuk i njeh shumicën për tyne. Ne kemi kriju një kulturë ku të rritë merren aq shumë me lidert politik, në fakt edhe gjithë shoqëria, nuk merren me ato që ka është e rëndësishme për tyne për ndërtimin e të ardhmes. Unë mendoj që është substanciale me e thonë këtë. Përderisa qëllimi jam është që një vajzë edhe një djalë të ri ta përgatisim për Harvard edhe për MIT, për Oxford edhe për Cambridge, që pam këtë javë është një vajzë të vogël të keq përdorur, e cila me siguri kur të rritet edhe kur të kupton botën më mirë, ndoshta edhe kam i ardhë keq sepse ndoshta nuk do të rritet në atë frymën populiste, me atë demagogjinë, po jo me mësu me recitu poezi të tilla që i kemi ndëgju para 40-50 viteve, që janë tulta, që derisa ajo na thot neve kriminal edhe më të këqij se slavt, kryeministri i shtetit tem zgërdhijet mrapa, edhe buzëqesh me ato linqime, ato ofendime, unë nuk jam kriminal lartë, unë jam inxhinier. Kom ndërtu diçka në këtë vend, kom ndërtu diçka për këtë rini, e tash me të thonë dikush në fushat, para qindra njerëzve, kriminal edhe maj ketë se slavët, edhe kryeministri i vendit me u përqesh ashtu, pra asaj është përtej çdo ofendimi që e kom dëgju në karrierën tam shumë të shkurt politike, po në këto 40 sa vjet që i kam. Sepse është një fëmijë i pafajshëm, një fëmijë vërtet që nuk ishte dashur me marrë me atë punë, kisha pas qef atë fëmijë me pas të mësu programim. Kjo është çfarë dasha me thonë. Edhe më dhimbtën shumë ata
Parteja, soj e ke.